Universiteti Bujqësor i Tiranës do të presë këtë vit maturantët me një ofertë krejtësisht të re akademike. Në bashkëpunim me Universitetin Boku të Vienës, ka përfunduar reformimi i programeve të studimit bachelor dhe master. Nga 74 programe që ofroheshin më parë, këtë vit akademik oferta reduktohet në 30 programe, ndërsa maturantët do të kenë mundësi të aplikojnë në 12 programe bachelor. Ka të bëjmë me reformimin e gjithë ofertës akademike, pra është fjala për programet e studimit bachelor dhe master, ka të bëjmë me reformimin e kërkimit shkencor në Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe reformimin e gjithë administrimit të procesit mësimor në këtë universitet. Të gjitha kurrikulat e reja janë ndraftuar dhe ne jemi për t'i aplikuar këto gjatë këtij viti akademik. Janë programe të reja, janë përpiluar kuadër të diskutimeve të vazhdueshme dhe intensive të stafit ton akademik dhe të ekspertëve që vinë nga Boku e Vienës. Një pjesë të programeve të universitetit vijojnë të mbeten në fokus të politikave shtetërore, pasi lidhen me sektor ku vendi ka nevojë për specialistë. Studentët e regjistruar në degët prioritare kanë përfituar mbështetje financiare gjatë studimeve. Si rezultati i reformës që ne kemi realizuar janë shkrirë në një program agronomie bachelor ku i ka të gjitha këto kompetenca, pra edhe mbrojtjen e bimëve, edhe hortikulturën dhe zootecninë, dhe programi inxhinierisë prijore. Akoma nuk kemi për këtë vit akademik informacion se sa do të jenë kuotat dhe programet prioritare. Rëndësia që kanë profesionet sa natyre dhe kërkesat që ka tregu i punës, qoftë ai privat, po dhe tregu i institucioneve shtetëror është aty. Me ofertën e re akademike, thekson Kapaj, synohet të tërhiqen më shumë maturantë drejt profesioneve që lidhen me bujqësinë, mjedisin dhe zhvillimin rural, ndërsa priten vendimet për programet prioritare dhe mbështetjen financiare të këtij viti. Universiteti do të sjellë 12 programe të reja bachelor, të cilat presin aplikimet e maturantëve gjatë periudhës 27 korrik deri më 1 gusht.